Edi Rama ka humbur shumicën e cilësuar në kuvend. 7 deputet të koalicionit të tij i kanë bllokuar votimin e ligjit për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, duke çuar një sinjal të qartë presioni kryeministrit të tyre. Në seancë munguan Tom Doshi, Pjerin Dreu, Parit Cara, Andrea Marto, Armando Prenga, Vangel Dule i PBD-njës dhe Kristian Demokrati Mark Froku, deputet që kanë shprehur pakënaqësi ndaj reformës territoriale. Mungesa në sallë e 84 deputetëve që sigurojnë shumicën e cilësuar ka detyruar kreun në kuvendit që bashkë me KLD-n të shtypër në seancën e fundit të këtij sesioni edhe 2 projekt ligje të tjera, rishikimin e kodit të procedurës penale dhe ndryshimet në ligjin për gjykatën administrative. Kjo shtyrje duket se i erdhi surprizë shumicës, e cila më herët u shpreh e bindur se ndërhyrjet në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë janë emergjente, dhe opozitës i tregoi derën e gjykatës kushtetuese për të ballafaquar. Po nxisim Këshillin e Lartë të Drejtësisë të zbatoj rregullat që ka vendosur vetë. Dhe po e nxisim duke i dhënë atyre fuqinë e normës ligjore. Kush mendon se do të bëjë rolin e viktimës, është i lirë të qurravitet në kuptimin më të mirë të fjalës, në të kundërt, siç e thash, jemi të gatshëm të ballafaqohemi në institucionin më të lartë të interpretimit të ligjit dhe të kushtetutës në gjykatën kushtetuese. Nuk janë të pakta raste kur shpeshherë vendimet atje janë të paragjykuara. Atje shkohet sa për të bërë teatr, atje shkohet sa për të bërë show, pasi vendimet reale janë marrë 1 apo 2 ditë më përpara. Mblidhet grupi antarëve që padyshim është pranë presidentit të Republikës dhe në drejtimin e tij piketojnë të gjithë vendimarrjet e radhës dhe shkojnë pastaj në mbledhje 1 apo 2 ditë më pas për të bërë show-n e radhës. Kuvendi rrëzoi dekretin e presidentit të Republikës, i cili kishte kthyer për rishikim ligjin për funksionimin e forcave të armatosura. 76 deputet votuan kundër dekretit të Nishanit, abstenoi socialisti Pandeli Majko, ndërsa 2 vota ishin pro kreu të shtetit.